kontakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips. Shikus nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Më saktë në ciklin e emisioneve me temën Plest e urtë të Kosovës. Sot jemi ku tjetër përpos në Vushtri dhe të bashkëbisedojmë me një njeri të jashtëzakonshëm. Është ky Zoti Nader Saraçi, profesor i gjeografisë i njohur me vitalitetin e tij shëndetësor, edhe pse në moshën 88 vjeçare. Baca Nader ishte fëmiu i prindërve Hasanit dhe Zehras dhe nipi i gjyshit Beqir dhe gjyshes Ajshe. Ai ka 3 vëllezër, Kadriu, Fetiu dhe Ferkiu, i ndjerë, dhe motra Nazmia dhe Nizmia. Baca Nader Saraçi shkollën fillore ka mbaruar në Vushtri dhe normalen në Prishtinë në vitin 1955. Ka diplomuar në Fakultetin Filozofik Dega e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1972. Pas normales, ka punuar si mësues në Skënderaj të Drenicës, pastaj arsimtar në shkollën fillore 21 nëntori në Vushtri. Pas diplomimit, nga vitin 1972 deri në vitin 1990, kur janë përzën nga objektet shkollore, ka punuar në gjimnazin Marrën Bekteshi në Vushtri, për të vazhduar në shtëpit shkolla deri në pensionim në vitin 1997. Bashkëbisedimin me Bacën Nader Saraçi e zhvilluam në qendrën për qëndrim ditor për të moshuar në Vushtri. Me këtë rast, dua në mënyrë të veçantë ta falenderoj një punonjëse në këtë qendër që e takuam rastësisht, infermierën e kësaj qendre, zonjën Adelina Maloku, për pritjen miqësore e cila nga momenti i parë ishte në nivel të detyrës, si në ofrimin e shërbimeve të nevojshme, ashtu edhe në ofrimin e hapësirave adekuate për xhirimin e këtij bashkëbisedimi. Faleminderit vajzë e mirë Adelina Maloku, pa shnet dhe veçgëzime. Shikues të nderuar, ju ftoj ta ndjekim bashkëbisedimin ekskluziv me prof Nader Saraçin, plakun e urtë të Vushtrisë, ku pyetja e fundit për te ishte: Baca Nader, na e spjego formulën për mbamendje, vitalitet shëndetësor dhe fizik. Përgjegjja e tij ishte: gjërat duhet lënë të rrjedhin dhe duhet, si që thot populli, me i lëshu të poshtë, mos mi marë për zemër. Kjo ishte përgjegjja që e dëgjuam. Le ta ndjekim në vazhdim. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Jam tej mase i emocionuar, sepse ndodhem në një vend që çdo herë zgjon emocionet e mia, ku tjetër përpos në vendlindjen time, vendin e lashtë, Vicianum, Viciana, Vicitrin, Trina Vicave, në Vushtri. Dhe këtu kemi ardhur me një qëllim të caktuar. Do të flasim me një plak të urtë të Kosovës, si që ne e quaj këtë rubrikë. Dhe fjala plak e ka kuptimin gjuhën shqipe: njeri i urtë, njeri i Zoti, njeri i parë i shtëpisë, njeri që ka ditë me mbajt familje dhe ka kultivue virtyte njerëzore tek pasardhësit e tij. Dhe kush mundet këtu të jetë protagonisti sot? Është një mësimdhënës i imi, që edhe kohën kur po e flas jam me emocione sepse e kam përballë. Është profesor Nader Saraçi, një gjeograf i diplomuar në Fakultetin e Prishtinës. Ai
ka lind vitin 1937 dhe do të na rrëfej për krejt e cejakun e popullit shqiptar, kryesisht edhe të ushtrisë dhe për historinë që do ta diskutojmë. Një falënderim i veçantë dhe një urim i veçantë shkon edhe për një zyrtare këtu që e takuam dhe është një infermer që la përshtypje fenomenale me mjekpritjen e saj, është kjo infermierja e njohur Adelina Maloku, një vajzë me një sjellje të jashtëzakonshme, me një mjekpritje bravoroze. Dhe me këtë rast jam shumë mirënjohës dhe e uroj për punën e saj në këtë objekt bamirësie që është shtëpia për të moshuar në qëndrimin ditor, projekt i filantropit Halil Kastrati. Profesor, mirë se ke ardhur në misionin Fakte, e mirë se shumë faleminderes që keni ardhur prej Prishtine, keni ardhur me na vizitu neve këtu, edhe me bu një bisedë mirë kojshëm që shkoj. Nuk po mundem më qetësu më vynë edhe pak kohë, sepse kur po ju shoh juve, po mduket që jeni përpara ty ligjëruar në shkollë fillore kur më keni dhënë mësim dhe keni qenë shumë dinamik dhe një arsimtar i veçantë për pedantri, për efektshmëni dhe për një transmetim dijes që ne e kemi marrë. Shumë faleminderit edhe një herë që ke pranuar me bisedu bashkë. Qure, 39 vjetë punë aktive kom bo. Kur pushim mjekësor s'kom qenë. Jo më smu pe i gripeve sende, bornat i kom shti gjep, i kom marrë me veti, shkollë i kom pi ato borna. Mos me lu në zonësit, pa mësim aty. Edhe kështu që unë jom knaq me punën që kom bo me në zonësa mirë. Sarë tako me ta më përqafojnë, plasin gjithë shka mirë. Kështu që kom lunë për shtypjet e jashtëzakonshme, jashtëzakonisht mira, përshka Zotin qërtua. Profesor, që ka mundesh më na folë dhe me zbërthy mbjemnin e ju i Saraci? Prej nga i keni prejardjen edhe pse kë mbjemën Saraci? Qa ne i të parë tonë ka nërë heret, para 200 vjetë asen, prej qa ne i ka deqani ajo onë, si jonë bu ato migrime nuk e di, por jonë vendoshe këto vështëri. Edhe të parë tonë jonë marë me mjështin Sarac, kanë punu, Sandole, Kpuse, sen ndryshme kanë punu, e në basë profesionit, po ma mërmendja edhe mbjemnin e kanë marë Sarac, qështu. Ata të mitë kanë migrue, kanë shkue në Turqi. Migja ka shku në 57-qin, 1957, me familje, kurse familja ime në 68-in kanë migrue. Une kom metër në Kosovë edhe një motër e martume në Kosovë. Na dy kena metë, 3 vllazën e një motër pa të migru. Nona baba ta kanë shku. Qështu. Profesor, moshatar tu janë njerëz që kanë punuar kryesisht punë fizike, punë tokës, bujqësisë për mbijetesë. Në kohën e gjeneratës juj, jo dhe shumë shqiptarë janë shkolluar. Kush ka vendos që ju t'jeni një djalë i shtëpis me shkollë, që thojnë këtu në herë që kanë thonë, që ju ka përkrah, sepse si që dijet familjet shqiptare kanë pas nevoj që si ti del një fëmi, një djalë mi janë gjitë krahin, si që thonë babës, dhe krahi babës ju kanë gjitë kur i kanë ndihmuar për punën. Kush ka qenë iniciator për shkollimin e juj në fillim? Qure, printe mi pa shkollë, kanë qenë analfabet, por nuk më kanë pengu e fare në shkollim. S'kanë mujtë direkt me ndihmue gjatë shkollimit aty me më përkra në detyra e sen, punë ndryshme, por kryesori nuk më kanë qenë. Iniciativa atyne ka qenë që na mu shkollue me shku manart. A migja për kundra zi ka pas nevoj për kra pune, prandaj më taniku djali migjës edhe mi vjetë ma i rrisë unë o konë, ata nuk e kalon baba, po ka ndalë ndugoj, ka pas edhe bakti
dele sen me ta për me qatë, me punua, qështu. Profesor, do të flasim për shumë qka, do të flasim pak edhe për vushtri, po edhe për historinë tonë, edhe për tjeka tona, një farë rëfimi jëtë, do me thoni letë kështu pa ngarkesat të mëdha në përgjithësi. Keni lindë vitin 1937, një farë mënyrën prak luftës dytë botnore. Si fëmi, që mbanin men për luftës dytë botnore? Vallaj, për luftës dytë botnore në moj men mirë, Gjermanët, me mjetet luftarake, kanë qenë pranishëm në vushtri. Bashkë me hollën tonë, kanë pas do pëmë, edhe druj bagrema, nërta u maskojshin për aeroplanave, se ke lufta që atëre ka përfundon, ka 33 në atë robu, ma vonë. Kështu që i moj men mirë, edhe bombardimet që i kanë bu forcat amerikane, aleatët, kundër forcave gjermane, që kanë bu, mirë ato e moj mend. Kështu që tybe neve domë s'na u ka bu në shpia sen, s'na u kanë bu, kështu që na me kojshi kena kalu mirë, edhe pse kem pas do sërbë kojshi, po kur na si kena nguq ata. Po edhe neve gjatë lutës, jena frigu gjithni, mos po masi shku okupatori shkoj, e këta sërbt kojshi, mos po na qesin dhe njolla diqka, mirë po në atë ko s'ka pas. Kështu që kemi kalu mirë, familja, vllaznia, prind e krejt, s'kem pas kur farë problemi. Para se me fillu lufta, kjo ka qenë një vend nën sundimin e mbretnisë Serbokroato-Slovene. Po edhe shqiptarët nuk kanë historinë atë kanë, që kam përjetu shumë gjana të vështira. Dhe kur ka hy Gjermani dhe Italiani, që kanë qenë sferat ndamet në një aleancë, po flitet dhe thuhet se tash kjo që kam banë menti prej tregimeve që kam folë, që populli dyqysh është ndisi i qlirum prej dhe ka pas edhe në kohë të luftës tortura prej partizanëve në përgjithësi popullor. Qartu, në fillim pas, qartu. Kanë qenë të lirume se na Gjermant i quajmë daj, kena quajt në atë kohë daj kena quajt se ata na kanë shpëtue prej regjimit, sistemit, mbretnis, ta tërshme Sërbis. E kam shtu se shumë kanë bujt, njerëzit tonë kanë bujt shumë pej Sërbe në atë kohë. Në atë kohë po, që ndashti Zoti Gjermant në shlirum. Na si shlirimtar, atë kohë e konsiderojmë Gjermant. Mas kësaj, do me thonë, bas mbarimet luftës është proklamu një bashkim vllaznim, po qashtu. Po me gjitha të shqiptarët prapë kam pësue, se kam pas projekte për tortura, për eliminim dhe kryesisht akcioni armëve, pastaj Rankovici, periuda e emigrimit shqiptarëve kryesisht në Turqi, ku mbahet mend familjet ndryshme, si që thati edhe familja juj, edhe shumë familje shqiptare, deri në vitin 1968, kur ka pas edhe demonstrata dhe njëtë si periuda e shumë e rondë dhe pastaj largimi i Rankovicit. Qka mundesh me thonë 2-3 fjallë për këtë periudë? Malla qëre, atërë familjen tonë nuk ka pas, por njerëzit shumë kanë vujt. Kanë tije njerëz që kanë pas sy. Atërë, për shambull, me zarë, me dhunë, me i dërgu e jashtë në Turki. Kanë bërë gjithë shka. S'kanë pas armë, i kanë shtit dhe kanë detru njerëzit me ble armë, me qua atë në punë të mëreshme, me dorëzu punë të mëreshme, se për ndyshe kanë qenë borë, kanë shti dathun në përbore, sendë kanë qitë njerëzit, bujtjet moja kanë pas, për këtë arsye, shumë njerëz që kanë shku në atë kohë, që kanë migrue për Turqia, ne kanë qenë shtypje, e më dha që janë bomën ndaj shqiptarëve. E ma vonë, ka ndryshu situata, gjenda ku ndryshoj, edhe u qetësu migrimet, që familja jeme ka shku 6800,
Atëre, shkaku kryesor, kur familja ime ka shkuve, shkaqet ekonomike. Djelë të krytën shkollën e mesme, s'mushin me gjithë punë, që problemu konë Kosovë punësimi, e kështu që i krytën shkollat, punë s'ka, kur gjë s'ka, ku jam punojke si punëtor fizik, po verës punojke 4-5 muj, e dimni të doke në biro, me gjysë rogë, me marën, e na ishim 8 antarë familjes, edhe me vështërësi ka dojshime. Profesor, le t'i kthejmë pak vushtris, edhe vushtris të fëmënis tonde edhe rritës tonde deri në adoleshencë, mandej në pjekurie krejt. Vushtria veçohet pak për një sistem të vlerave të që i kanë tonë këtu nëherë ulemat e vushtris. Njerëz që kanë qenë edhe të shkolluar dhe kryesisht hoxhallar, por njerëz të mri me përvoja ku kanë pas në ndikim në edukim edhe në përparim dhe kanë qenë kogja modern në përgjësi. Dhe nuk kanë qenë veç periodikus të fesë, po ata kanë qenë periodikus të mirësjelljes, të sjelljes, edukatës, shkollimit dhe këtu përmendet shumë emna. Çka mundesh më na thonë për këtë parit vështrive me përmend na jamën, na situatë, na si mbani na? Unë Adnan, çdo familje ka pas thuja ka një hoqë. Shumë ka pas njërë, kënu shumë të fesë. Bilim ata shumisa kanë kry Stambol, shkollime. Haxhi Sabitin, Stambol ka krye. Haxhi Sabiti. Tona o konë... Mullah Selim Efendia. Mullah Selim Efendia, nonës tem, doja nonës tem o konë. Ajo ka qenë njoftën në atë ku, edhe në Turqi, edhe Kosovë gjithkohë. Shumë delegacione kanë ardhë aty, shpetyne, kanë ardhë kontakt me te, kanë bisedu, a i ka pas detyri shumë të madhe, ndër matë shkollumit, vështëri, o konë Selim Efendia, ka pas aj 3 djelë, ka pas Muzaferin, tona ka po, maj madhi Masari o konë. Tona Muzaferi ka qenë edhe kë pa të shku në Turki kë. Nejse, këta u detyrun me shkue për Turki. U detyrun atë ku kanë shku për Turki. Profesor, konë e mbanin men vushtri që është gjallë për njerëzin mosh. Kush është në vushtri sot? Kush numërohet që janë manë mosh? Pasha Zotin Adnan Tybe, Spodibre, kur pon me mosh. Nesim Spahijov, fotografi? Nesimi është ajo është 35, unë 37, 2 vjetë o maj vjetër se une. Tash ka të ndeve si njof, ka njerës ndërtëm. A është Raif Dalku? Terzi, edaj? A i diqë, Raifi ma i ri është se une. Bajrami? Bajrami është u konë para me. Ka qenë edhe kë Sabria Plakolli, po edhe a i diqë? Edhe a i diqë, janë devë kretë. Valloj, s'po di une. Une 89 vjetë jam. Ty mush 89 vjetë. Ty bez po di për të edhe. Le të shkojmë ma të tjenë kohë. Dhe me thonë vinë viti 68, mahën dhe demonstrata për do të drejta. Po. Shqiptarve fillohet me i hipë, si me thonë, ajnami edhe ato kërkesat në një farë mënyre mu marë parasysh pak. Edhe në vitin 1974 u aprovu një kushtetut kogja evolitshme për neve që na emnin Republikë, se kishim gjitha institucionet, me ushtri, me polici, me televizion, me shkollim, me flamur e tjera. Qka mundesh me thonë për këtë periud edhe për këtë që une, ty e qenë ju edhe geograf edhe njeh një historinë, a mund që utë kjo pak një rilindje dytë e shqiptarëve, se shumë e kanë shfridzu mirë shqiptarë këtë, apo jo? Rilindje madhe, bilem, mund të themi se vetëm emnën që se kishë republikë. Tëna drejtat që kishin republika tjera, ju dhanë edhe Kosovë atributet në atë ko, ku tites, kërë ku në titeja gjallë, në atë ko. E kështu që lulëzimi o bua të re, shkollimi e kretë, jënë qërë të gjitha dekte fakulteteve, kretë në Prishtinë, Kosovë. Kështu që një rilindja madhe është bumën, Adnan. Me gjitha të struktura e njerëzve që kanë qenë të punësum,
ka qenë dominume prej sërbëve, si do që tjetë. Në ndërkohë pastaj pa të fillu, por ka pas pak knaqësi. Dhe në këtë aspekt, jonë kom pas organizu dhe organizime pak si ilegale, me idealizëm, Adem Demaci në burg, të lidhëm pak me ideologi dhe për Shqipnije, në përgjësi. Qysh i vlerësoni këto rjedha? Vallaj, une që atëre, Ademi në di që 29 vjetë e sa jetoj aj në burg, aj Mendelja, a Mendelja që u thëshin, Kosovës o konë. Kështu që aj tërgu shumë njeri i afti i Zoti sen. Kështu, Adnan. Vjen vitin 1981 edhe një shpërtim i studentëve një gjak i nxehtë, për shkak fillimisht kishë si shkas kushtet e studentëve, por në fakt ishin edhe kërkesa politike, ato u shëndrun në gjithë popullore për Republikë të Kosovës. Qysh i vlerëson këto demonstrata? Valla, këto demonstratat kanë qenë shkëndia drejt forcimit, organizimit, masave popullsisë të na. Se përkroja studentëve ka qenë i madh, krejt popullsia ka përkro, në të na unë, kështu që ajo ka dhun një vrull madh në pamarësimin e Kosovës. Atëre, neve na përzun për shkollave. Na përzun për shkollave, po shkollat punuan jashtë objekteve shkollore, se na përzun. Na mojshim mësim në për shupa, në për shtëpia private, këtu majshim, orë të majshim. Mësimi qysh ka mujtë kryesore së nënë procesi mësimit. Po flasim për lëvizjen e vitit 1990, apo jo, kur u abrogue kushtetuta me dhunë, me tankse, u burgosën njerëz, largun gjithë nga puna. U mëllën vendet e punës, u përzonë krejt shqiptarët në për ambulanta, spitale, erdhën këta e morën pushtetin në dorë. Krejt kjo periudhë shuhet me një unitet edhe një homogenizim shqiptarëve karshi një hegemonie sërbe dhe të cilët kryesisht politikisht mas rrinimit kushtetutës që e dim me dhunë me tankse dul një frym e re demokratike urgjur muri Berlinit dhe filloj edhe pluraliteti edhe këtu edhe pse ishin në regjim diktatorial të Miloševićit një farë pluraliteti dhe dul një organizim lidha demokratike të Kosovës kry me një intelektual që populli edhe nuk e njehte shumë mirë në fillim por shumë shpejt në një farë mënyrë i murë zemrat edhe të popullit Ibrahim Rugova. Qysh e vlerëson këtë në kuadrë të cilit ka ndodhur edhe këto. Paraprakisht kanë qenë këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ka qenë në sindikata e pavarur, një farë organizimi ujdi me eksponent Beton Suroi, Shkelzen Malici e të tjerë. Qysh e vlerëson këtë periudhë në përgjithësi të popullit? Vallaj, kjo periudhë mundet me konë periudhë revolucionare që të mund të thomi shlirë, se krejt populli i bashkue lidhjes demokratike, duke përkra lidhjen demokratike edhe Ibrahim Rugovën në krye. Në sajet Ibrahim Rugovës, Kosova arriti që ato që e deshti, e arriti në mënyrë demokratike, pa dhunë, pa fuqi, pa forcë, po me dhunë edhe bota e njofti Ibrahimi si lider, lideri maj mirë, maj njoftën për atë kohë në botë, ka qenë. Në këtë periudhë, edhe përkundër fenomeneve të këqija, si që matë mendë, me thonë, odisejada me helmim të studentëve dhe fëmijëve dhe nxënësve shqiptarë, ke edhe një lëvizje e mrekullueshme, një lëvizje humane e pajtimit gjaqive, me në krye profesorin Anton Qeta. Qysh e vlerëson përgjithësi këtë lëvizje dhe këtë aktivitet të pajtimit gjaqive? Pajtimi gjakut ka qenë një nga, që thujnë, plaga më madhe e popullit tonë ka qenë hakmarrja gjakut. Anton Qeta arriti me i bashku njerëz, me i pajtu njerëzit, që njere për gjithmonë shihet nga mendja njerëzit, nga gjithë nga shqiptarët, falja e gjakut.
që hakmarje mos mu bomën. Edhe ligji me vëpru ligji, jo hakmarja njeri ju, vetë me marë në dorë hakmarje. Po ligji mu zbatue sa duhet e si duhet. Edhe kjo është ka qenë një periud shumë e rëndësishme. Jo në organizu shumë vende u mojshin të bime, marrëveshje të bojshin mes njerëzve. Në këtë periudhë, dhe me thonë, është maj tjeta, si që të përmend ju ma heret shkollimi, edhe pse në për podrume, në për shtëpi private, por fryma dhe ai shkputje nuk ka lejue si proces, një. E dyta, shëndetësia ka hecë në format ndryshme. E treta, solidariteti mes aspekti financiar, pastaj edhe ai le të themi kulturor, pak e sportiv, në kushtet vështira, por ka hecë në një mënyrë dhe ka qenë një farë vullneti, një farë ishtohe që dhe këtu i kanë kontribu kryesisht njerëz me kontributet veta, mërgata jonë, dhe ka qenë një plebishit paka shumë. Dhe në përgjithësi, kjo rrugë e ka qu Kosovën deri në Këshill të Sigurimit dhe ka afirmu edhe në botë në për kancelarit në krye me Ibrahim Rugovën. Dhe në fund erdhe një mit që kam pas mbet dhe quhet miti i plumit, si me thonë. Edhe u bo një luft e udheqën prej Amerikanëve, kontrollume prej Amerikanëve, një luft jo e shkapërdert, si që thojnë, në krye me pjesëtar të ushtrisë të lirimtare të Kosovës. Si e vlerëson tani këtë luft dhe si me thonë bashkëpunimin të ashtë edhe kjo lëvizje e deri atëhershme ka kontribu dhe kryesisht luftarët kanë qenë njerëz të këtyne organizimit. Ka pas antagonizma është pole, ka pas kundërtani, me gjitha te qysh e vlerëson të luftën e fundit? Qyre unë e po thëmë kështu, neve na përzun për shkollave, na mojshim mësim në për shtëpia private, në për podrume, lokale ndryshme, mojshim procesi mësimit ka vazhdu gjithni. Arsimi qysh ka mujt kryesore nuk është dorëzue, ka punue në kushtet e ronda. Drejtorët, arsimtarët, profesorët në për burgje i kanë këquhe. Une e më konë të majtë mësim privatevorit aty, ishora fundit mësimit, Partia Demokratike kish njerëz që patrullojshin Partia Demokratike në për lagje. Edhe kur vit në policia në lagje me bastisë e sen, lajmëruj këshku në zonësit e profesorët që janë ka bastisin. Erdhrosti na erdhën këta lidhës demokratike, po në lajmëruj njëve që në lagje janë polisë. Edhe këtë qika Shabonit, Shaban Mjekut, Merovcit, edhe Syzonja, ke fizik, e mu mudhim për 5 minuta, thash, të kryo orën e të lëshoj. Po ato i shku në zonësit, e kur dole une, po këshuri në zonësit, për të shopresor, tha, polis. Kur në oboratë para shpije, polis të ardhën, se une në gjuhën ty në dobardan, po me qa po bon të këtu, valla jom ty majtë mësim, a ki leje, tash ty be leje nuk di, shkolla ka, as ka drejtorie, po morë sa këtu në me majtë orët. Unë jom ka punoj për rokë me majtë familjen, anik ne, a di që s'ki drejtot ti me majtë mësim me privat. Herët fuqia forca më u bona me të rafsh mo. Tash, unë me legjidi që mësimi shkolla nuk është ndalume, është obligushme shkolla me punu e sana ne. Tha në ta polis, po ti po dishe ligje të mirë. Tha, dherën letër njoftimin, ja dhash letër njoftimin, po ata polisi shino api Serbije, të burgosunit që jonë konë, e kishin shu, i kishin bo polis aty, njerës të mëdhejt, rritën e thanë. Me nëzje lezojshin, e shenojshin, unë e kërkova, thash, a mu i me shkune me do, jo tha prite me letër njoftim. Dhe në ora 12 në kapi policis me konë. Edhe në ora 12, unë u vesha shpe mirë, tregova shoqet, se ishim mësu me burgime me sen, edhe kapi shkova, të polisja aty për thotë që ka erdhe, tash kolegët e juve në kanë zonë të majtë mësim, edhe më ka urnu ata me orë mu lajmëru të ju.
aj polisit që më kish legitimu pe dritarës po këshur, po dhe që në ora 12 në komision të kapia, kape me. Hadi tha që ti po i din ligjet mirë. Shtimi mrenda, sala të ku maj, ku ishin polis, kalablakish, zarish ku andrimit, polisve, shtimi mrenda, po vetë tash kë plaku, po thot, qa ka bu kë plaku, thot, kë po man pëshim ilegal. Pëshim ilegal, edhe ina, a qartu, tash valla, une jom ka moj mësim, une tokë nuk kom, pasunin nuk kom, po shëqër një shpi e kom, qiren nuk kom, e mos po nosha, familja s'ka, qysh me jetu, s'ka ta, në alik, nej, e tash, ata polisin në dialog me mu, roga, qysh, apo mërni rogë, tash regullisht ne apen, po ne afshin 40 evra, disa, e ato pore qëfare të mërke, dinare, marka në atë ku. Thash, valla, dinare, marka qysh kish, kush po i pagun ato, thash, do e di që print jon ka pagun, se po i mësojnë të minë. E do tjerë, ata që janë jashtë diasporës, po në ndihmoj. Inflacioni madhë kun atëre. Rogën e mërke, një pasqirë cigaret, policia ka qenë pozitë keqë. Kreqës një anë atë ku, se bë inflacionit. E anek ne ty be mirë, tha. Kur ti adnan, ti sari priqash mnoko. Po më thot mu ti plak po fletë shumë. Po thash ata kolektion, po më pysin, po une po përgjithnja. Hajde me muë. Një farë zvonë ku do në koridor aty, thosh ti nardëm njefke se ku helmimeve vike në shkollë shpeshaj, na dhere, ma dike dhe emnin, asjen penzi. Thash unë e kom met, asë në tokë asjen. Për pak, s'kom dojtë penzion. Ajtë polisi tjetër për thot, ti ki me shku bërë. Shkojna, veç të regom ti që do në mejhere, veç me lajmëru familjen, me ditë me bërë. Jo, tha, Beograd kanë me shkurtu letra, e tona vjen vendimi për burgan e kënej. Me më prek nuk më kanë prek, me më re nuk më kanë re, edhe kështu që unë u ktheva shpe, mas sa dite, mas 2 jave sen, vjen vendimi, në atë vendim shkrujke që unë kom majtur të bim Politik. Ate e qitë ke politik. Jo, thash të bim politik, po mësim jom kun, shkoll jom kun. Se me qkryt që shkoll, atëre ligji nuk të rokë, sepse ligji për shkollim është i regull. Ma në fund, ati në gjëq, thash, po thëmë, në zonë se kom pas. Qa me bu, tha, unë e po që dit në qysh o bu, e këna pas një avokat, në zonë si jonë, a i u ankojke në emën të shkollës, në emën të neve falë në ndemojke, e qumë vendimin në Beograd, edhe unë e shqitësha pia, dilësha shqitësha sene, masha Turkije sene, shqitësha, kur po kalonaj gjyqjet. Po thëmë ati, unë e këmë bu gati arkën, thash, këmë bu gati për qatë këpuzve, kaladon të krejt, thash, roje se tëna po presme ti, shuj, tha, rrugova o morë vesh me Miloševiqin, që në zonësit mu këthuje bajagin e për objete shkollore, se në riknej, mu a i vendim s'mu këthuje, a u mërën vesh, a su mërën vesh, nuk e di. Profesor, cili është vlerësimi jëtë për luftën e fundit edhe UÇK-s në përgjithësi? Qëre, lufta UÇK-s është lufta qëllirimtare, që thujmë na në Kosovë që është bu, bashkë mësoj e kësaj lufte ka arritur qëllirimi i Kosovë dhe pa. Mësoj e ndimave të përëndimit Amerikës, NATO-s e këtyne. Ata na kanë shliru mendimin e UÇK-s. Ata na kanë ndimu, pra me UÇK-ja ka vend veçantë në historinë tonë. Profesor, do të veti për do personalitete e ndoshta spriton 2-3 fjalë, më thonë, shumë shkurt. Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
Gjergj Castillo Skanderbegu, me ju, kë ka qenë, ju e dini historinë mirë, në atër një kohë ka pa të mësu në historinë e vjetër, Skanderbegu, se si kanë marë Turqit, ata vllazninë. Veç figurën e ti. Figura ti, o shkollu e kanë pregadit Turqit ata, bo edhe si ushtari ma i dalum në atë kohë që ka jetu në Turqi. Se ka haru poplin e vetë, vendin e vetë, por kur e ka gjetë në momentin e duhen, me shumë ardhëtar, është këthyje në Shqipni, edhe luftën e ka zhvillu Skanderbeu në vend vetë, ka kryu për mu shleruve Shqipnia. Humanistja e madhe Gonxhe Bojaxhiu, Nona Tereze. Nona Tereze. Qëre Nona Tereze, jo që në Kosovë, po në botë është e njohën. Në botë është e njohën si humanistja më e madhe. Si humanistja më e madhe në botë. Ajo ka dhonë shumë pe veti. Ka shkue një ndi atje, Indis atje në ndihmu e poplit, India në shtetet më të mëdha, me Kinën, me këto, atje ka punu, ka veprue më të mëdha. Edhe që ju ikon është bo për Kosovën, edhe gjithë kun përmendet me nderim e respekt Bojaxhiu. Simboli rezistencës Adem Demaçi. Adem Demaçi, njeri madh. Vujtjet e tina si kena përjetu, edhe nuk e dina, por vujtjet mëdha ka posaj, typjet mëdha mere në atë kohë në Serbi. E kanë lutë me dalë pe i burgut, po kë s'ka pranue me dalë pe i burgut deri ka arrit, deri 29 vjetë, sa diu në burg me qëndru. Rezistencë të mëdhe ka bo më shumë. Edhe masi del pe i burgut, shumë ka ndihmue Kosovës, ka ndihmu njerëzve në Kosovë, njeri u shkollum, njeri i zoti, në aftësit mëdha. Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, njeri, ti mas mirë të janë njerë edhe se ke punu me ta. Po thonë dhe njeri që ka pështu Kosovën. Njeri që so mashtrue, nuk ka ronë në për kurtha që kanë pregadit ta. Serbia, në atë kohë dhe të shtete tjera që kanë pregadit, kanë të më ngritë. Kryengritje në fillim, no? Me bo fillim kryengritje kundër Serbisë anë i kënej. Po Rugova ka njoftë poplin tonë, se qëfar armatimi kanë, qëfar ushtërije kanë anë i kënej, e ka di që s'është në gjendje Kosova në atë kohë me bo rezistencë, me luftu kundër Serbisë. Pra, në sajet politikës së drejtë që ka zhvillue me kretë shtetet, kanë pranue Ibrahim Rugovën si njeri paqdars, o qashtu, si njeri demokratik që ka mujtë me rujtë Kosovë. Mos të shkone Ibrahim Rugova, Kosova kush e di qysh kishte me qenë sot. Po, me urtësi, ka ditë me mbrojtë vendin e popullin e vetën, ka rujtë neve kreditve. Edhe sajet politikës tina, Amerika, Evropa e kanë ndihmue. Kanë po që njeri i zoti jaftë. Po e din Kosovën kretë botë, e din qëfar nivelli është, qëfar zhvillimi ka. Adem Jashari me familje në Prekas. Ademi është, qysh me thonë, simboli i kretë shqiptar. Jo veç në Kosovë, po këtë ka shqiptar, atë i simbol. Ai ka dhonë vetën edhe kretë familjen, viktime ka buë familjen për hirë Kosovës, për pamarësinës. Zatën fillimin e luftës, e kanë dhonë ata që thonë fitilin e luftës, Adem Jashari me familjen e vetë. Apë mërvesh. E kështu që sot
Adem Jashari gjithkun përmendet në Kosovë edhe shumë qytete kanë ndërtu monumente për ta. Ky aeroportin që kemi në Kosovë, Prishtinë, Adem Jashari, e shumë tjera shkolla, sen, kanë marrë, do me thonë, që ka dhimt aty në jeta me dhu gjakun për lirin e Kosovës. Profesor, Albin Kurti. Tybe për Albinin, unë e du fort Albinin, se Albini edhe i shkollu mosht edhe i meqëm, edhe trim, budim shumë trimbet, po është puna që Albini, unë me mendin tem, Albini ka ere bon do poteza, vetë vetin, kry veti kështu, po jemi vend i vogël, apë mërvesh, kemi nevojë në ndimet me pas për Amerikës edhe për Evropës e sen, mos me bohe do gjeste, do sende që ndashta i ka drejta krejt që abonë, por ndashta koha sështë, duhet me prit momentin që ato mu reguluve. Ma shumë ti problem po ka me Veriun aty, po Albini ka arritur Veriun me bo për veti. Veriu tash shlirë, policia e krejt në Veri, janë vendosën e sen, ato që janë të bosh këjet në banjske, mandej aty pendën e krejt, ata banda krejt, a i ka jeku, i ka shduke, i kanë ik ata në Veri, e kështu që do se ende i ka regullu mirë po shofim tash, qeverinë s'po munden me kryue, unë nuk po di, pse po bëhet kjo punë, Adnan, pse mos mu kryu qeveria, populli ka votue, ke fitu ma shumë t'i vota, oke, në bazë votave ti mundu me kryu qeverinë, po që sa ko një muje ma shumë 32 dita sa kanë majtë mledhje, ku vendin s'po munden me themelu. Vijat e kuqe, pse me qitë vijat e kuqe? Në vend që na ato vija me pasë dikun të kuqe, me shi ato vija, me bashkubre, me bashku. Ordhat noni pushtet, për shembull, ati me përkrate, me forcu pushtetin e tina, jo me aje shkomin, me marë, unë e marë. S'po di që ka kom me ndodhë me qeverinë, me këta tybe zgjati shumë. Profesor, një jetë ja keni kushtue Kosovës, arsimit edhe lamive tjera. Po. Sot jeni 89 vjeçar. A je i kënaqur me ato ku ka mri sot Kosova dhe shqiptarët e Kosovës, apo ka ende për të dëshiruar? Vallohi, qëre, bilem jom i kënaqur unë kyshke, po mendoj Kosova që shokon, e sot që po, tona këta tjashmi që po vinë, mas 20 vjetë për Turkisë, për vendeve ndryshme po vinë, ata po që ditën, qëfar zhvillimi ka pas Kosova. Po, që 25-6 vjetë, so zhvillimi, so ndërtimi, është buë sen, na dashta këtu që jetojmë, ditë për ditë shojmë, sytë në mësohen, mirë po, ata që vinë për herë parë, mas sa vjetë, ata mas mirë të po dinë me kuptue edhe me nga tërgu për Kosovën, se si o zhvillue. Profesor, pyetja e me fundit. Ade për ajo. Në moshën e juj, unë do të vi nëse jam gjallë, ma shumë se 20 vjetë. Apo ma të regon formulën qysh me mujtë 10% si ti mu doke dhe me pas këtë mbamendje. Të regona edhe shikuzve, cila është përësia jote për me pas këtë vitalitet si psiqik, si fizik. Qëre, jo ti, po edhe shumë ishë në zonës të mi në vesen. Thash, unë receptin ju jepi, po problem. Barë në s'ka nevoj.
barna s'ka nevoj, argjime s'ka nevoj me bo mën, qysh me bo rafsh. Kosova në pjesën më të madhe rafsh, po ka male, Korabli e Qyqaviqa sen, këto s'mundesh me rafshu ti, këtu. Po me men duhet me rafshu, me mujtë me rafshu e këto, me bo rafsh. Unë e thash, për shembull, unë e thash, po mendoj që tu ku jemi, restorantin, pensionerë, tjetër ku të spëndoj, se qoj me të Amerika, as Australia, e këtu. Tjetër, thash, unë e ushqimin e baj rregull, si kur gjithë tonë që ha. Kështu që se bën këto sene, ta dish që vjen mërzia, vjen stresi, e me strese me këto që faqen smundjet, e ki shtypjen, o që ashtu sheqerin, e shumë tjera. Shofresor kështu s'munde me bo, priti pasujat. Pasujat janë, krejt to, smundje që janë sot, ma tepër janë për qyty në seneve. Se për para nuk ka pasu smundje lojshme që ka sot. E që shtu me mujtë me bo rafsh, ma shmirti. Unë vetëm jetoj, edhe kur shmendoj diçka keq, qka ka më bo me mua e sa nikni. Unë shnetën e kom mirë, kom po punojnë, sytë po shojnë, ty me menda mësive edhe memoria, sa do këdo po punojnë, këtu që problem nuk kom jetë. Unë jom kënaqën edhe pse jetoj vetëm. A kuptoni? Me jetu është mirë, jetën e kemi, njerë kemi linë, njerë kena me vdek. Këtu që jetën duhet me dartë. Koftë amullë edhe koftë jetën duhet me dartë. Adnan. Profesor Nader Saraci, Zotit Allah shnetën e shumë falenderit për këtë bashkëbisedim. Zotit truj. Falenderit shumë. E cëllën emision jepni ju këtë... Kjo është emision Fakte quhet, me Adnan Merovcin, në shtëpinë televizive nacionale në Kosovë, KTV-n, Kova Vizion. Unë të njoftoj ty kur ka me qenë reklama dhe kur ka me qenë emisione. Edhe të qoj linkun e YouTube-it që me pasti për nipa, stërnipa këtë emision, e mërlëk që thojnë, edhe të përhershëm. Shumë falenderit. Shumë falenderit, sa në zi, sa mujta mu përgjegjë. Shumë falenderit, Zotit rujt. Amin, Shumë me krejt tjera, falenderit. me tana. Shikus të nderuar, qka të shtojmë këti bashkëbisedimi? Plecët e urtë të Kosovës e kum emërtu e këtë cikël. Shpesher ku marë kritika, pse po i ben ples njerëzit. Fjala plak në kuptimin shqip nuk e ka kuptimin vetëm të moshës, por është i urti, është okej, edhe maj moshuari, i dituri me përvoj dhe aj që e ka fjallin kryesore dhe të fundit në një mes, në një familje, në një qarkë, kështu që me plot të drejt, plakun e urtë të vështrës, i cili, edhe pse mbi 20 vjetë më i moshuar se unë, duke i më i ri edhe vetë se autori këti emisioni. Definitivisht, duke e mbajt në mend si mësues të gjeografisë ku pata rastin të jam nxënës si ti, më mahniti e takova pas gjysëm shekulli. Shikus të nderuar, me kaq po e përfundim edhe këtë emision Fakte, duke ju përkujtuar se emisionit të keni çdo të shtundë në ora 21 dhe reprizat të nesërmen të dieleve në ora 17. Çka na mbetet tjetër përpos ta respektojmë shnetën tonë, dhe shneta jonë është uji i Rrugovës. Janë vipa cipsat, është udhëtimi me fibullën dhe është falenderimi për kompaninë Medika të vëllezërve Ardian dhe sidomos mikut tim Danit në Prishtinë. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove Medika dhe Vipa Chips.